Unë përfitoj nga rasti i pranisë tuaj dhe i pranisë të dërguarve të medias britanike për të theksuar që referimi në shifrat e këtij bashkëpunimi shumë të suksesshëm është gjëja e duhur për publikun britanik dhe jo kultivimi i miteve, ndër të cilët dhe miti se shqiptarët janë një problem për Britanin. Kur thuhet se 1 në 50 shqiptarë na qenë nga në burg në Britani. Kjo është një gënjeshtër e madhe që ka marrë statusin e të vërtetës, ndërkohë që në të vërtetë shifra është 1/500. Pra është 10 fish më e ulët. Janë qytetarë të integruar plotësisht prej më shumë se 20 vjetësh dhe janë kontribues në ekonominë dhe në jetën shoqërore të Britanisë me shumë dinjitet. Janë 50.000 shqiptarë afro me pasaporta britanike që kontribuojnë në shtetin britanik dhe afro 50.000 të tjerë me pasaporta shqiptare që kontribuojnë në shtetin britanik si kontribues të ndershëm dhe të rregullt. Dhe është e papranueshme për ne, për më tepër pas gjithë kësaj pune që kemi bërë së bashku me qeverinë britanike, që shqiptarët të vazhdojnë të stigmatizohen sikur janë problemi i Britanisë së Madhe nga një sër burimesh mediatike. Pyetja e parë për kryeministrin e Britanisë. Paraardhësit tuaj në qeveri kanë mbajtur qëndrime shumë të forta ndaj komunitetit shqiptar në Britani, qëndrime që në fakt ishin shumë denigruese. Duke mos bërë një dallim qartë mes atyre shqiptarëve që jetojnë me punë të ndershme dhe paguajnë taksa dhe janë qytetarë të mirë, dhe atyre një pjesë e vogël besoj që janë të përfshirë në aktivitet kriminal. Duke qenë se jeni kryeministri i parë në një vizitë zyrtare në Shqipëri që prej vendosjes marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve, a mendoni që është ky një moment që jeni tani në tokën e shqipeve, kërkohet një ndjesë në emër të shtetit britanik për këtë denigrim që janë bërë shqiptarëve? Look, I think the fact that I'm the first British Prime Minister. Fakti që unë jam kryeministri i parë britanik që jam këtu pra në këtë vizitë dypalësh edhe në këtë takim dypalësh, duhet të shihet edhe si një deklarat qëllimi që për mënyrën se si e shikojmë ne Shqipërinë dhe kryeministrin Rama dhe për vetë karakterin, natyrën dhe forcën që ka marrëdhënia jonë. Nuk do të bëj komente për kryeministrat të mëparshëm të Britanisë së Madhe, por qasja ime nuk është ajo me megafon apo diplomacia me megafon, por është ajo ku ti bën punën e fortë dhe zgjidh problemet me të cilat ne duhet përballemi. Unë nuk dua që të bërtas për problemet, po thjesht dëshiroj të përvesh mangët edhe të jem shumë pragmatist e të zgjidh këto çështje.